Familjarë suaj. Por poshtë, Gjeviz. Hadi, to? Vinere! Për nderë dhe të ronit e ushtrisë jëmëtore, ju staj një minutë heshtje, në qëndë, ndro! Lëndi! Duar poshtë, Gjeviz! Krakë, thëllë! Pora, mash! Zotë lash nash! Anne Gjuni Lula. Abdul, o Abdul. Abdul, hada. Ajo jetoi plot 26 vite me plagë në zemër e në shpirt, jo plagë që kullojnë gjak, por plagë që digjen heshturazi çdo mëngjes kur hap syt dhe çdo mbrëmje kur i mbyll me mall për 2 bijtë e saj, Tahirin dhe Agimin. 2 yje të lirisë që ranë për të mos ushuar kurrë në kujtesën e këtij kombi. Nëna Zym nuk u ankua kurrë, nuk e mallkoi fatin, nuk e uli kokën para dhimbjes. Ajo e shndroi pikëllimin në qëndres, lotin në lutje dhe dhimbje në krenari. Çdo ditë të jetës së saj ajo e jetoi si një roj nderi mbi varret e bijve të saj, si një flamur i gjallë që valvitej në heshtje për lirinë e Kosovës. Tahir dhe Agim Azrekaj nuk ishin thjesht djemë të një familjeje. Ata ishin bijtë të tokës arborore, bijtë të thirrjes së Dheut, bijtë të babës Abaze në Zym, që i rritën me bukë të ndershme, me fjalë burrërie dhe me dashuri për tokën anëtare. Ata e lanë rinin pas, ëndrat personale, qetësinë e shtëpisë dhe ngrohtësinë e nënës për të bashkuar ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës. Ata nuk shkuan në luftë për lavdi personale, shkuan sepse nuk e duronin dot padrejtësinë, poshtrimin, robërinë. Shkuan sepse besonin se liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak, me djersë dhe me guxim. Tahiri dhe Agimi ranë dëshmor, por u ngritën si simbole. Ata ranë fizikisht, por u ringjallën në çdo flamur që u valvit më pas, në çdo fëmijë që sot flet shqip lirshëm, në çdo nënë që sot nuk e fsheh më gjuhën dhe emrin e saj nga frika. Ata janë ndër ata që e bën Kosovën shtet jo vetëm në hardh, por në ndërgjegje. Por sot, përveç djemve dëshmor,
Ne po nderojmë edhe një heroin të heshtur, nënën Zym, sepse të jetosh 26 vite pa dy djemtë e tu dhe të mos e mallkosh jetën, kjo është heroizëm. Të vizitosh varret e tyre në çdo datë heroike, në çdo përvjetor rënje, në çdo ditëlindje, në çdo 28 nëntor, është besnikëri kombëtare. Të përqafosh pllakat e ftohta të mërmerit sikur të ishin trupat e ngrohtë të bijve të tu, është dashuri hyjnore. Ai nuk shkonte vetëm te varret e Tahirit dhe Agimit. Këtu në Slup, nëna Zym shkonte te secili dëshmor, fliste me ta, u linte lule, i përshëndeste si bijtë e saj, sepse zemra e saj nuk ishte më vetëm e dy djemve, ishte bërë zemër e mbar kombit. Ajo ishte fisnike e heshtur, por shumë diellore. Nuk kërkoi kur favore, nuk kërkoi kur përfitime, nuk kërkoi kur lëmosh morale nga shteti, kërkoi vetëm një gjë, që djemt dhe shokët e tyre të mos harroheshin. Dhe sa herë që dëgjonte se po përmendej emri i tyre, se po organizoi një akademi përkujtimore, po bëj një dokumentar, po vendosej një pllak përkujtimore, ajo thoshte me sy të përlotur, zemra mal, djemt tan nuk po harrohen. Bashkëpunëtari i djemve të saj, kolonel Avdyl Mushkolla, ishte adresa ku nëna Zym drejtohej sa herë donte të bënte diçka për djemt. Ai nuk hezitonte asnjëherë, sepse ja kishte hapur derën për çdo gjë. Ishte bashkëpunëtar deri në çastet e fundit të djalit të saj Agimit dhe mbështetje pa lëkundur për këtë nën heroin. Kjo dëshmon se lufta UÇK-s nuk ishte vetëm luftë armësh, ishte luftë zemrash. Ishte vllazëri që vazhdoi edhe pas pushkëve. Ishte një familje e madhe kombëtare që u krijua në përmale, vazhdoi të jetojnë në përvarreza, në përvjetor, në përqafime të heshtura mes nënash të dëshmorëve. Lumë si ti, nëna Zym, që gjithmonë i pate pranë fëmijët e tu, vajzat Lulën, Fetën, Suzin, djemt Milazimin, Aimin, një për mbesa, që do krenon me emrin tënd sa tjetë jeta, sepse trashëgimia jote nuk është vetëm gjaku, por nderi, urtësia, forca shpirtërore që u falet të gjithëve. Emri yt do të përmendet me respekt e madh si simboli një nëne heroike që la pas një familje të fortë dhe një kujtim të pavdekshëm. E nderuar familje Mazrekaj, nëna Zym ishte juaj nga gjaku, por ishte nënë mbar kombit. Kushdo që pati rastin të atakoj, pat tek ajo dashurin, dhemshurin, krenarin, heroizmin, virtyte këto që pak njerëz din t'i mbajnë dhe t'i menaxhojnë ashtu siç duhet. Ajo ishte monumenti gjallë i rezistencës, një faqe e gjallë historie, një mësuese pa klas, por me mision, të na mësoj se si duhen nduruar plagët pa u bërë i vogël, se si duhet nderuar dëshmorët pa bërë zhurmë, se si duhet dashurat dheu pa kërkuar shpërblim. Nëna Zym, sot po të përcjellim me dhimbje, por edhe me krenari. Po të përcjellim jo si një grua të thjeshtë, por si një heroin të heshtur të kombit. Po të përcjellim jo vetëm drejt dheut, por drejt përjetësisë. Tani, po shkon të bashkosh me Tahirin, Agimin, po shkon të i përqafosh sërish, pa pllaka mermeri mes jush. Po shkon të thuash, nuk ju harrova kur, e ruajta amanetin tuaj. Nëna Zym, të qofti letë dheu i tokës arbërore, lavdi jetës tënde, lavdi sakrificës tënde, lavdi bijve të tu dëshmor, Tahir dhe Agim Mazrekaj, lavdi të gjithë atyre që dhanë gjithë shka që ne sot të jetojmë të lirë. U presh në pace nën e kombit. Emri yt do të jetoj për aq kohë sa do të ketë shqiptar që e duan lirinë. Të nderuar të pranishëm, tani para jush ftoj komandantin e zonës operative të Dukagjinit, ish kryeministrin e Republikës së Kosovës. Të nderuar familje Mazrekaj, të nderuar bashkëluftar prezent, përfaqësues të emisioneve, gjitha niveleve, imam, gjithë ju prezent. Sot nderojmë jetën e nënës Zym Mazrekaj, një nënë e madhe shqiptare, grua fisnike që rriti fëmijët në kohë të vështira, me sakrificë dhe dashuri për atë dheun, me bashortin Abazin. Tahir
e Agim Mazrekaj, bitë e saj dëshmuar, u rritën me frymën e lirisë dhe u bën ndër luftarët më të zot të Dugaxhinit. Tahir Mazrekaj, një si shkëlqyri i terrenit, ishte i angazhuar edhe në detyra të vështira për furnizimin me armatim nga Shqipëria, shpesh i shoqëruar nga vllau Agimi. Krahas dhimbjes, sot kemi edhe krenari, Naimi dhe Milazhimi, bitë gjallë të familjes Mazrekaj, si dhe Lulieta, Fitnetja dhe Suzana, vajzat e nënës Zym, janë krenare për nënën e tyre, ashtu si qemi ne të gjithë, është nëna jonë e gjithë neve. Trashëgimia dhe kujtimi për nënën Zym do t'jeton ndërbrezha, kushtimet me sinqeta, familjes adetare Mazrekaj dhe gjithë bashkëluftarëve. Si bashkëluftar i bive qaj kam derin sot që për të përjetësu kujtimin për nënën Zym, ti dedikoj medaljen me besim në Zot atë e shtet, pas vdekjes për kontribut të shuar për çështjen kombëtare. Nëse është dikush afër i familjes, ja kisha kaluar. I përjetëshëm kujtimin. Faleminderit gjithëve. Për një fjalë përshëndetëse, ftoj Ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Ejup Maqedoncin. Nderuar familje Mazrekaj, nderuar General Haradinaj, të nderuar ministra përfaqësues të institucioneve, nderuar bashkëluftar Abdyl Mushkolaj, të nderuar bashkëluftar e bashkëshatar të nënës Zym, ju shprehim ngushëllimet në emër të Qeverisë së Kosovës të Ministrisë së Mbrojtjes për humbjen e një nëne që ka qenë shembull për të gjithë ne, sepse liria me të vërtet është merit e gjakut, merit e sakrificës së heronjve dhe dëshmorëve, por aq është edhe merit e nënave që lindën dhe rretën këta dëshmorë, sepse në historinë tonë, në historinë e njerëzimit, shumë rol ka pas popuj që kanë pas në xhirën e vet, nëna që kanë lindur e rritur djem për të sakrifikuar dhe për dhënë jetën për vendin siç kishte kombi ynë. Prandaj nëna tona kanë një vlerë të veçantë sepse kanë rritur djem, kanë rritur vajza, cilat kanë qenë në gjendje të japin jetën për lirinë e vendit tonë dhe të gëzojmë lirinë sot së bashku të gjithë ne. E nëna Zym, për dallim ndoshta prej shumë nënave të tjera, pati fatin që të njeh rezultatin e sakrificës së djemve të saj, lirinë dhe shtet ndërtimin e vendit tonë. Vepra e nënës Zym shërbeft gjithmonë për gjeneratat e ardhshme si një shembull për të marrë edhe për të aplikuar nga të gjitha gjeneratat që vinë, e lavdi jetës dhe veprës së saj, i lehtë i qoftë dhe i Kosovës. Fitnetja, vajza e nënës Zym, edhe vëllezërve të Agim Mazrekaj, motra. Absolutikisht shumë e vështirë, po edhe ajo farë dhimbja shndrohet në krenari, edhe krenaria shumë më e madhe. Çuçi ka përjetu në atë kohë, kur humbjen e djemve? Me thonë drejtën, është konë përjetimi si i gjithëve, dhe me thonë përjetim edhe krenara dhe i dhemshëm edhe të gjitha. Amo, kur njerë vjep jetën, ne jemi kohë të përgatitur, kur njerë vjep jetë për këtë tokë, është ma shumë se sublime. Ajo konë një nënë unike, fort, një tradicionale shqiptare të amanëdhës. O konë shumë e fort. Ka marrë me krenari çdo gjë. Shumë, ka folë, për gjithmonë ka folë vish për krenarin e tyne, për forcën e tyne. Me thotë drejten, asnjëherë, në asnjë përvjetor, as këtu në slop, as në voksh të vllau, se kemi edhe plakën në voksh, asnjëherë ajo pik lokët të s'ka qitë. Loti saj e ko forca saj. Dhe me thonë, çdo gjë o konë në krenarin, e më pështjellën në krenari. Edhe unë për veti, unë se maj mandë nënën teme, se ka qitë latë. O ko shumë grue fort. Gjithmonë o ko shumë krenarë, me thotë drejten, gjithmonë o ko shumë krenarë, me për gjithmonë, veç kur i ka një gullu, me ka thonë, unë nuk du një plomë që se e to kemi adhonë, jo Serbisë, absolutikisht asë një vendi. Dhe me thonë, s'ka dashtë veç ato. O konë shumë e lidhë me këtë tokë, edhe faktikisht e diqë në Gjermani, po, kur e prumë këtu, unë jam me qitë, tash po shanë këtu, në tokën e vetë, edhe jam shumë e lumdu që po shanë këtu. Pra në jem vetë këtu. O konë thash, nënë e fort shumë, edhe s'ka dashtë kjo, o konë e heshtën. Nënë, shumë krenarë, shumë e zoja, shumë, dhe me thonë kjo ka shumë intervista që ka dhonë, kështu o konë shumë e fort, po,
Në e heshtën, në e heshtën, do të për mërzina s'kemi asë një kujtim të sajt që në ka bo më mërzit jo. Na, ka njerë po prapë se prapë ku pe kujtojmë këta plak e fort, që thonë jemi më bështet në zemën e kësajt, e partë zemën e një none, ka që të fort, normal se duhet na kajtë familje me qenë ashtu. Të nderuar pjesëmarrës së ceremonisë vërrimit, nëse ka mundësi një minutë me na dëgju të bëjmë një dua, një lutje për ne. Amin. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimin dhe lavdërimin qoftë për Zotin Xhenashani u cilën e pranon familjar thot, çdo person do ta shehë vdekjen dhe pastaj tek ne do të kthehemi. Shpëtimi dhe paqja qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi të cilin ka zbritur vërtetësi e vdekshëm dhe ata e ndërvdekshëm. O Zoti ynë, ne jemi adhurues dhe vit adhurues dhe tu, dhe veprojmë në kompetencën tënde dhe caktimin për nevojësi. O Zot, dritë për mbi dritat, bërja varrin kopsh pe kopshteve të xhenetit e mos ja bën gropi gropave të xhenemit. Falja të gjitha mëkatën. Lehsaj llogarin e fundit dhe bëre të mundën që të peshon veprat e mira dhe vendosim me të xhenetit ya Rabbil Alamin. O Zot i madh dhe i vërtet, o Zot i plotfuqishëm, na bën të mundën që fjalët e fundit të kësaj bote të jenë për ne duke thënë: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bana nasib ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ndëruar pjesëmarrës kësaj ceremonie të vërrimit, në emër familjes Mazrekaj, ju falenderojmë për pjesëmarrjen në vërrim. Njerëzit të njoftojnë se pamja do të jetë pyetje nga dita nesërme, nga ora 8 deri në ora 12. Dale ya. Bence yaşıyorum. Oradan ne? Oradan.